Prej 10 ditësh në Shqipëri dhe në diaspor po zhvillojnë protesta kundër një projekti zhvillimi në zonën e Zvërnecit në Vlorë, duke tërhequr edhe vëmendjen e mediave ndërkombëtare. Në një konferencë përshtyp me 23 gazetarë të mediave të Bashkimit Evropian, kryeministri Edi Rama deklaroi se në Zvërnec nuk ekziston asnjë projekt i miratuar nga institucionet shtetërore. Gjithçka ndryshoi sepse Befas nuk ka projekt. Pra protesta u shndërrua në protestë masive me refrenin anuloni projektin. I thash po, anulojmë në këtë moment, po më tregoni projektin. Nuk ka projekt. Rama u ndal edhe te episodi i dhunës ndaj një protestuesi duke e cilësuar atë si një akt të papranueshëm që ndikoi në përshkallëzimin e reagimeve publike. Ai bëri të ditur se roja e sigurisë është arrestuar. Drejtori i policisë së Vlorës është shkarkuar, ndërsa efektivët që ndodheshin në terren janë vënë në hetim. Po ashtu sipas tij, kompanisi është hequr licenca. Nuk ka të bëjë me mua, nuk ka të bëjë me Shqipërinë. Ka të bëjë me shoqërinë demokratike, për të reflektuar se si gjysmë të vërtetat mund të bëhen gënjeshtra gjithmonë më të mëdha orë pas ore dhe mund të ndezin të gjithë mjedisin që nuk është më mjedis brenda ca kufive, por është një mjedis në mbar platformat, ndërkohë që nuk qëndrojmë më te thelbi, po diku gjetk, ku thuhen të gjitha gjërat e mundshme, që në fakt janë legjitime për njerëzit që duan t'i thonë apo t'i besojnë, por nuk kanë të bëjnë as pak me mua. E me ne. Nuk e di në qoftë se ju përgjigja si duhet pyetjes, por jam i sigurt që të tjerë do duan të pyesin dhe do të përpiqem ta plotësoj. Kryeministri theksoi se Zvërneci dhe ishulli për të cilin është diskutuar në rrjetet sociale janë dy çështje të ndryshme dhe se publikimi i imazheve dhe pretendimeve se qeveria po shet vendin është i pavërtetë dhe i papranueshëm. Ai nënvizoi se çdo pronar privat ka të drejtë të lidh marrëveshje dhe të kërkojë leje për investime apo vendosjen e gardheve brenda kuadrit ligjor, duke shtuar se kjo nuk përbën një vendim shtetëror për zhvillimin e zonës. Në përfundim, kryeministri tha se debati publik rreth Zvërnecit është ndikuar nga keqinformime dhe interpretime të pasakta mbi natyrën reale të procesit, duke përsëritur se deri më tani nuk ka asnjë projekt të aprovuar nga autoritetet shqiptare.